Është çelur viti akademik 2025-2026 për 41 studentët të Kolegjit të Evropës në Tiranë, të pranishëm në ceremoni ishin kryeministri Edi Rama dhe rektoria e Kolegjit të Evropës Federica Mogherini. Ky është viti i dytë që Kolegji i Evropës në Tiranë mirëpret student nga 24 kombësi të ndryshme, ndërsa po ndërtohet edhe një kampus i ri në qytetin studenti për ta. Gjatë fjalës së saj, Mogherini u shpreh se duhet të plotësohen 3 kushte që Evropa të zgjerohet dhe ribashkohet, duke nisur nga vullneti politik tek kapacitetet institucionale dhe shoqërore. Ne jemi këtu të gjithë së bashku për ta bërë integrimin evropian sukses, pra dhe shndërrimin në të vërtet, pra zgjerimin ose ribashkimin e Europës. Dhe kjo do të ndodhë në rast se 3 kushte do të plotësohen. Së pari, vullneti politik në vendet kandidate. Dhe këtu mendoj që nuk ka pikë dyshimi që kjo ekziston. E dyta është vullneti politik gjithashtu edhe brenda shteteve anëtare tek institucionet e BE-s, dhe së treti kapacitetet e shoqërisë e institucioneve që të kryejnë këto reforma madhore dhe të ruajnë ritmin e tyre, por edhe kapacitetet teknike, dhe mendoj që kjo është edhe një nga ato gjëra të cilat janë në fakt edhe në vëmendje të gjithëve këto ditë. Prandaj pra jemi këtu në Tiranë si Kolegji i Evropës për të kontribuar për të paktën 2 prej këtyre. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama theksoi se ribashkimi i Evropës do të sjellë paqe dhe mundësi të reja. Ribashkimi sjell energji, sjell rini e mundësi të reja. Kështu ka ndodhur me valët e mëparshme të zgjerimit dhe kështu do të jetë me ribashkimin e Ballkanit perëndimor me BE-n. Sepse asnjë vend që bëhet antar nuk është një barë përpara se të jetë një motor i pashfrytëzuar energjie, rinie e mundësish të reja. Ne nuk kërkojmë asnjë privilegj, vetëm nderin, siç do thoshte Jean Monnet, të shërbejmë Europës, në mënyrë që Europa të shërbej paqes. Rama u ndal edhe në të kaluarën komuniste të Shqipërisë, e cila na privoi për gjysmë shekulli nga Evropa, por sipas tij na shndërroi ndër ata që e donin më me zjarr Evropën.